Ky podcast mundësohet nga Fiberal, GMS Equity, IBC Telecom, VC Shop, Uila i Thiza, JT's Group, Salon Vogue. Po si jeni? Mirë. Mirë krejt. Mirë mbroma. Se jemi ma. Mirë mbroma yje. Mirë mbroma. Ja, po ta kena originalitetin tonë. Një sekond. Mirë mbroma, miq të dashur, mirë se jena në podcast, sepse Ariola sonte s'mund me folë nga që ka folë ta në podcastet dhe e ka Me thonë drejten është rezauru krejt. E zauru edhe sonte e kena qik tetën pa qetë. Ariola sonte maksimumi një poezi keme lexu. Do me thonë, zoni jem nuk është nivellet që ka kanë gjithmonë, po këta dyja nuk i la me folë dhe më dëmë që nuk kam shumë kësaj. Vajza, erdhë me ka fundi. Erdhi fundi i vitë po fundi i delas. Erdhi fundi. Na smarojmë kurrë. Erdhi fundi. Ja, ishte shumë e bukur, erdhi fillimi një fundi të lumtur. Zuar. Erdhi fillimi një fundi të lumtur. Zuar miq. Kena tash dy podcaste që pim vend, të tretin ka mundësi që dalim desh. Edhe për këtë falenderojmë për ty, sepse e zgjatë vendin gjithmonë shumë të mirë. Po si ka mundësi, Ariol, që je kaq degustatore dhe njohëse mirë events? Ka mundësi sepse vena e mirë pihet me mikë të mira, shijohet me mikë të mira. Edhe realisht, për ca vite që ne njifena, sa herë që rrim së bashku shijojmë venin e mirë. Kena dhe ato gjonët e vogla tonat. Por kjo vena e mirë nuk na dahet në asnjë lloj çasti faktikisht. Nuk ka sponsor, po hajt mundet mu bë. Në një të ardhme. Po mirë maj vajza. Po. O si ishte për ju kjo eksperjenca e podcastit? Marramanca. Mjuzi si ishte për ty ky rrugtim? Në fakt ishte rësi, ishte diçka që s'mendova se mund di me e bë. Nuk dija kam bë mirë, por ishte eksperiencë shumë e bukur. Interesante. Kaq. Iden. Për mu me thonë drejten ishte shumë punë. Se si ishte eksperiencë interesante, faltejet Ariol që na shtyve me bë podcast. Atëherë, se kina bë disa puntata që janë shumë të vlefshme për tonë publikun e gjanë që na njeh në ikon podcast. Dhe për me bë një podcast të tillë, po tjetër që është dashur një punë kolosale. Por për te punës, ka pas edhe kënaqësitë e veta, ka pas edhe gjithfarë tona tipet e emocioneve, edhe smirusha. Vajza, Sidomos. po shpejse, ajo kujtohet fillimi deri kur një ditë para se ne nis podcastin. A kujtohet se çka kena hektë, më thonë sa herë e kena lanë podcastin, po e fillu. Kina fillu me idenë po e lajmë. Se cila prej nesh ka thonë një herë po e lajmë. Ja. Unë s'kam fan asnjëherë. Ju dyja. Okej, ne të dyja Po, pas momentit që kur na na dorëzu, por por e çume. Ja, ma ka vonë kam pasi moment. Apo po keni drejt. E bukura ishte se nuk e kina pas momentin të trija për një heri. Shiqe. Edhe kur ishte njëna, ishin dy tjera që luftoshin për me e maj. Më dhejna, ka pas edhe për ty, nuk vinë eksër, po kina ardhë. pra, me bë punë të mira, se që nuk është kurrë lehtë, por mu më vjen mirë që një farë mënyret kam vure që mas podcastit tonë. Nuk dija kina kanë iniciatora apo se qa, por kina frymzu shumë të rinj dhe të reja, ndoshta edhe Unë di me o thonë njerëz që të mas tjerë që ne më nuk bën e kena podcaste. shpik podcastet, po mas podcastit Po, tonë kena sikur si frymzuar korpurdat apo kanë edhe shik. 2-3 podcaste tjera në qytetin e Shkodrës. Po. Dhe kjo gjë nxit edhe medjen e Ne lirë, ishim nxit fjalën e dhe lirë. kërpurdhat pas shiu. Promovon kulturën. A jeni dakord me mua? Jo, nuk jam. Pse? Nuk kam si me kanë dakord, sepse mund të hapen një qëllë tjera, po një kasi i kon podcast faktikisht. Po kërkojnë edhe tjerë tama. Po le ta thonë, gjë secili din vlerën që ka. E bukur është se mas këtij podcasti nuk janë vetëm 3 vajzat një qyteti, 3 artistet një qyteti që pretendojnë edhe kanë një vullnet shumë të mirë për me zjarrën pa artin. Edhe unë kam krah 2 artistet mrekullueshme, një piktore, që përveç pikturës ka të tjera vlera. Kam afër edhe një fotografe që përveç fotografisë që për mu është një ndër fotografët më të mirë që ka Shkodra, sidomos kur ideni e fokusohet tek fotografia, është shumë detajiste. Ka edhe shumë cilësi tjera. Edhe mendoj që secila prej nesh ka pas idenë për me sjellë qytetin, për me sjellë më të mirën e këtij qyteti, që realisht kam kuptuar që njerëzit na kanë zili që jetojmë në Shkodër. Nuk e di pse,
na e dina se e dona, por edhe sot më kanë thonë jeni me fat që jeni në Shkodër. Dhe thash po, jam me fat, sepse unë nuk du me marrë jetën me revansh, po du me këtë qëtësin që të falë këtë qytet. Me këtë revanshin që ka Shkodra, nuk e du më të shpejt, sepse më dhej më të shpejt havaj me jetu. Nduket sikur bahena, kthehena si si... Nduket sikur shkodrant me pak gjatë. Thojnë shumë qka. Po, me pak gjatë thojnë shumë qka, po edhe me pak gjatë kanë mësu për me jetu të lumëtën. Si më nëmni jo? Unë më kështu sepse nuk ka një familje shkodrane që se ka një artist mbrana shtëpi që i vjen o kitars, o që thot një poezi, o që din me pikturu, o që i vjen pianos, o që kënan. Nuk ekziston. Mos ndaj o që ka një lulebor në borë. Vajza, kam një pyetje. Edhe këtë ndoshta për të trija, ka me kanë një shumë më shumë për të dyja. Ajo ka qëllu njëjtë me fillu herë për fillimit, prej pikë zero. Mu personalisht shumë herë. Dhe më thonë, jeta jame ka ka një pëlltim. Qysh në vogli, qysh në vitë 7 që ne ikom në Greqi, për i Greqi fillojmë në zero, normalisht një shafni në të kohë, ama lëndrimi i shkollave, rikthimi në Shqipni në vitin 2005, që ishte edhe një herë, jo vetëm për mu, po dhe për prejnë të mi me fillu për i pikë zero. Tranzicion jetësor, që për mu ka kanë tepër do me thonë. Jo se? Jo, nuk më në ta këndin në një herë për zeros. Gjithmonë kam pas një fëmijë që uroj që rekum ta kenë fëmijët e mi, që bukur ka kanë fëmija jema. Kam jetu gjithmonë në një këtë qytet, jetën e kam pas të qetë, përgjithsisht, në momentet po jo të filloj për zeros. Është e bukur sepse unë kam një poezi të ky libër këto që titullohet Carpe Diem, edhe ky libër është i përballur me poezi, edhe me fotografi nga Ide Demali, poezi nga Arnjë Lezatlima. Por që pas kam fillu prej pikë zero, në fakt kam disa herë që filloj prej pikë zero, edhe i tham Vedit një moment, sepse mendoj që shumë kush ka qaste që fillojnë prej pikë zero. Duhet me mendoj nga një herë se prej pikë zero fillohet edhe prej një mendimit. Ka shumë qaste që na përballen me një mendim tri. Edhe kam mendoj se njerëzit e fillojnë prej pikë zero. Dhe ka edhe shkruaj një moment tillë. Fillo prej pikë zero. Aty ku je? Fillo prej frikës, prej darit, prej qoshës të dyshimit, me kam të forta, me dur që të dridhen, dhe që fillo. Fillo edhe bënë nërshimin. E kena bënë nërshimin? Shumë dhe me thonë se. Ashtë dhe me thonë se, si vetë jeta jonë, që ne nuk e kuptojmë, po kena një rrugtim, që ka një qëllim kë rrugtim. Edhe është ma e bukur, kur në mendjen tonë, bashkë me vullnetin e Zotit, ti e kupton se jenë këtë rrugtim të sa jetë. Më pëlqej shumë rrëfimi jot ide, ti nuk e ke rrëfil asnjëherë këtë historinë tonë, edhe është një moment që bën me reflektu shumë, sepse brenda kësaj historie ka shumë familje shqiptare që janë emigrim, që fillojnë prej fillimit. Vjen një moshë e caktuar që do na më kthy te vendi am, sepse aty ne kena shtëpinë, aty kena familjar ton, aty do me u plak, ndoshta edhe me kalu një moshë tjetër, ma qetë, ndoshta, sepse e njohim atë vend më mirë. Edhe mesim gjithmonë midis dy vendeve, ku nuk je ma as kërkon me një dhejt tonin, ose ke tonë botën në dhejt. Edhe të duket sikur në çdo etapë të jetës, o fillojnë prej fillimit. I përshëndes të gjithë ato emigrante që kalojnë peripeci mas peripecije, edhe kur kthehen prapë i duhet me fillu një jetë tjetër prej fillimit, por që se si mos u dorëzoni asnjëherë. Çdo fillim do të thonë që është një shpresë me jetu. Vetëm kur nuk mundesh me jetu nuk ka shpresë, por kur ke frym për me jetu ka shpresë për gjithçka të bukur. Si mendoni? Unë mendoj që dikush zgjall vetë me fillu prej pikë zero, sepse ka raste që është një riformatim i vetvetes. Ose me dalë nga comfort zone dhe me provu diçka të re. Ka raste që ambienti zgjall për ty. Në të dyja rastet thonë që nëse vjen 7 herë, 8 herë duhet më ngrit. Gjithmonë duhet më ngrit, absolutisht. Njeriu e ka natyrën e tij që më uçun ka. Mos më najtë asnjëherë. Fillon qysh në vogli, nuk mundesh më najtë në një pozicion. Fillet kamador, sa vash, çosh në kam. Edhe është kjo voglia që vjen e përsëritet. Sa prej nësh e kanë hala fëmijën mbrana vetit edhe ushqejnë atë fëmijën mbrana vetit. Këtë pyetje kam për Jozën.
Unë e kam atë fëmijë më në vetit dhe që nuk më e lanë kur, sa tjetë jeta më e lanë më rri, sepse nëpërmjet atij fëmijet unë kënaqem me fëmijët e mi. Nëpërmjet atij fëmijet që kam më në vetit unë e shoh botën me ngjyra, nëpërmjet atij fëmijët që kam më në vetit unë kam kuptu që ashtë mirë me falë, se jo për me i ba mirë tjetrit, por sepse të banë mirë ty, sepse atë gjë na mësojnë vetëm fëmijët. Dhe kjo është arsye që nuk e la murrit asnjëherë, e ushqej gjithmonë këtë. Fantastike, Joze. Sonte ke bë para vetit disa kartolina. Po. Edhe Diçka tjetër janë të krijume, ja tash na shpjegos si është ky krijimi këtyre kartolinave që është gjithmonë pjesë e Jozit e fund vitit, e jo vetë. Po. Edhe më thonë, këto janë kartolinat. Unë është një si traditë që unë du me e majtë fort. Është një traditë që unë du me e majtë fort, sepse po jetojmë sot për fat të kesh një botë shumë virtuale dhe kena fitu mu dash virtualisht, jo mu prek, jo me pas emocione. Jo, më përqafu. Jo mu përqafu. Thonë, po të përqafoj, po kur vjen koha më përqafu. Dhe Një traditë shumë e bukur. Dhe kjo traditë filloi të uzbej në kohën e mesazheve. Po mos ma kujtoni zhvillimin e teknologjisë. Ajo kujtohet kur ishim në shkollën e mesme që vetëm, domethënë, para krishtinjeve dhe vitit të ri kur shkoshim në shkollë, vetëm shpërndanim kartolinave njëri tjetrin. Dhe ato po ishin tjera, ishin ato kartolinat me telenovela. Në Drapazan. Se i ke aty, Sepse kam aty një tur me kartolina që më bashku shoqet e mia dhe ato kanë emocione sa herë që unë i lexoj, më sjellin gjithmonë roba. Fryn erë për Faktikisht, jashta, kondra shushë. fryn erë për jashta, turën dhe pertë të më ndafsha. Do se të harrova. Kartolinën të dërgohë, këtë moj mamënje, për e kohëve të mija. Edhe faktikisht në kohën e fëminis kishim ato kartolinat me babagjysh, në babagjyshin e slit, me xhuxhat e me shumë qka, me elfat i bjen. Cilat filma më në njozi për fëminis tonë? Cilat filma mund është me... Hajdi, sa i bukur. Ana për Kapeli Rossi. Nils Holgersson. Nils Holgersson. Me Nils Holgersson i në rritan. Kur doli Rubi, ishte shumë trend, na kishte vazhdu para televizorit. Të tonë ndoshin me imitu atë kohë. Në të rinë tanë të hershme, flokti kam pas gjithmonë me onde. E di. Dhe gjithmonë i lidhësha në 700 kapca në një që më najtë të drejtë. Në momentin që doli Rubi me flok Kaçurrela, unë kuptova që jam një vajzë me flok Kaçurrela. Sot jo, po atëherë isha. E bukur ke ideja, me kujtu këta filme. Unë kujtu Celeste. Celeste edhe Beautiful, Santa Barbara, këtë të thënë sa lasht jam, kam frikë e me liftu. Imaginoni Santa Barbara që nuk marrë i kur. Ose Beautiful. Besoj që nuk kam ma brezi televizoret. Janë po pra i thosh i... Unë me të thanë që unë e para, jo, që të mos kur ka... Rritje sociale. Po, që ato shqipshin ato lojnë ato qyne, televizore nuk u bërë marrë janë nuk u bërë qyne, unë ka shumë kohë që nuk e di as çfarë emisionesh janë, as çfarë që bëhet në për televizione, si më thonë shqiptare, për që edhe nuk jam krejt dakord në disa lloje Programacionesh, po. Kështu që preferoj ma mirë me lexu, ma mirë me bë kartolina, ma mirë me pikturu. Me bisedu gjëra që janë më konstruktive. E bukur kjo ideja, televizionit, po mërësisht se në kohën tonë kishte për atyne kartonave që u jafshin ditë dile. Nuk e di, ditë dile kishte vetëm kështu kartona që ju bashin të televizioni shqiptar, që ju jafnin vetëm të dile në orën 10, edhe unë në qosha, edhe dosha me pa vetëm ditë dile atë kartonat me kukoa, që ishin pa, nuk më kujtohet, kam qesh një ditë me djalin në shtëpi, sepse më kujtohet e një moj dhe lëprushë, si ishte, dhe ja tham të anë pjesën deri në fund djalit, dhe djalit që më këthejt, edhe më shef, ku e gjyte i këtë pashë zote, një këtë fillu me kriju dhe kështë gjanë. Do ma mushtin dhe do pi qumshtin. Po, pra, ka pas, dhe sa nuk më kujtohet, se edhe më vjen shumë inat që s'më kujtohet, sa shumë gazmore. Por më kujtohet në lojnat e fëmiris kina pas fillun e sa me dalet të lojnat që lushin Super Mario. Unë edhe im vlla të dy, zbashku të më shek. Edhe Super Mario ishte i bukur, sepse Super Mario shpëton të princeshën, ose zëti malla e princesha, gjithmonë e lërme. Ishte e bukur, për ti ide, që orë në shpënë mëmë.
Top e kuk. Pa ta dihet ma, top e kuke, top e grope. Në momentin që unë thashë, kisha dashur fëmijët e mi të kenë çorek me fëmijët që unë kam pas, është pikërisht për faktin që të fideni, sepse ne kena kanë një... Opa dollapa, po kanë loja personale. Kena lujt në lagje, fëmijët kanë lujt në top, fëmijët nuk... Po rezervash, edhe rezervash. rezervash. Në lujt shumë. Po ka një botë, ka që bukur. Plus që... A menoni pse ka ndryshu kaq shumë, domethënë, kjo pjesë? Domethënë na kena pas një fëmijë shumë bio, kena lujt me njëri tjetrin, kena bë, ka pas lojë edhe që nuk kishin nevojë ndoshta për lëvizje, jena unë kena lujt bez. Ishin tonë, edhe ishte goja me bez. Ishte fantastike. Por ose lojë të tjera. Ajo që atëherë ka pas më shumë kohë për me miqyra dhe fëmijët. Jo, ide, unë jam rrit me prind të dy në punë, edhe mundësisht nuk e dia kanë pas një orar më ndru njëri me tjetrin, ik njëri hajde tjetri, edhe me qilca në qafë, jina brezi qilcave, atëherë filloj më rrit me qilca në qafë. Mund t'jetë po solidaritet më të madhe me një tjetër, sepse nëse si kanë ti kanë komshit që kanë rrit fëmijë. Po, kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Domethënë janë ashtu kur një botë, ne kanë individualista njerëzit, edhe mos me kanë bashkimi. Kanë hupur herë atë sensin tamam gjanave që kanë vlerë, që është e thjeshtësia. Sot rranim shumë mas ekonomisë, mendojmë se veç me balek është bukur. Ranim mas gjanave që... Ranim edhe mas gjanave... Ranim, do me thonë është një pjesë që ranim mas gjanave që mu duk ma bukur së tjerë, me në kalu gjithë kuj. Instagram show. Është një jetë godi fasad, jo ma jetë, po fasad. Kjo më vjen keq realisht, sepse ka shumë prej nesh që hala, do më thonë, nejna të trija vajza që, vajza që do një menoni, që punojmë shumë për me kënë me pas një loj statusit, edhe kjo një loj statusit nuk arrihet të najtë në shpi, të najtë për Instagramit, ndo se e qenë kohën edhe për atë, sepse është pjesë e istonë, ama punojmë, se cila prej nesh përballet me vështirësitë e jetës. Punojmë shumë fort për marrë to. Pra, jina alo me kam tokë, nuk jina për atyne që kazojmë një luks poshtashë. Herë në fundit ajo ka marrë me një regjizore, ja familjes, po të rëndësi. Po. Dhe më tha, i thosh, që i ka sepse nuk ishte Instagram. I thosh, ka mundësi, nuk e Instagram, ti e regjizore, dush me bë marketing. Më tha, shiko, unë kam kalu një periudhë vështirë edhe kam po që të hil Instagram dhe të postu sot lumë të njën tjerë, sepse në Instagram as njën një prinesh nuk hau një moment të shtirë ose një rëmuj që më në kesh mapa, Dhe jeta në Instagram duke tepër e bukur. Ama më tha shiko, tha, sa që isha në Instagram, unë isha aq kesh, tha, aq në depresion, sepse shish çdo njëri të lumëtën, dhe thash, ops, një sekund, atëherë unë do ta heku krejt. Dhe sot Nuk jam krejt dakord. Okej, po dikush mund ta përjetojë në lloj këtë mënyrë, mu Përsush që është pak më dikush mund ta përjetojnë kështu. Jo, mund të ketë njerëz që përjetojnë, po jo. Ka njerëz që përjetojnë sepse jetojnë kohën e ankthit, ka e njerëz, po si stresit. statistikave që i kam lexuar, Instagrami shumë shpesh krijon ndjenjen e mos më mirë. Varet se si e përdor Instagramin. Për mua Instagrami është një ditar. Unë aty harri një moment tani. Nuk më interesant sa u pa, te ku pa, a pa. Po sa i sinqert është ky ditar. Kupton? Normalisht edhe ditar më shkruajnë për një herë ato momentet tona më të fundit, në bazë se ti da më shkruaj te ditarit. Dhe unë te ditari jam kam pas dhe momente që kam hallë që jam një mirë. Di? Unë jam shumë pa filtra, shpeshherë në Instagramin tim. Në Instagram ka që e përdorin në mënyrën artistike, ka që e përdorin... Personalisht unë e përdori sepse i shërben punës tanë. Asnjëri prej nesh nuk e përdorim krejt ashtu shabllon, pa shërby punës tonë. Secila e përdor për punë. Secila prej nesh do me kallëzu artin e vet. Dikush artin e fjalës, dikush artin e fotografisë. Jozi është edhe një person që ka qejf fashion, pikturën e shumë çka tjetër. Pra secila ka mënyrën e vet për me përcjell. Ideja është që ka njerëz, sepse sot është një diçka që po evolon, me thonë, është ankthi edhe stresi, sidomos tek të ri. Ata pastaj e përjetojnë keq, sepse një moment tonin të lumtun ata e marrin sikur ti jeton kohën ashtu. Edhe nuk e kuptojnë se ti do me duhet edhe me theksu këtë gjë, se ne do na me fotografu një moment lumtun, sa dhe ne kena momentet tona që nuk ne jena mirë, po paktën e kena kuptuar se e shohim vendin kur kena qenë lumtun. Edhe urojmë që të shkojmë prapë aty. Edhe mendojmë që kena prapë të kapim prapë momente të tilla. Ama nuk kena pse me kanë 3 shtunë kursin, ose kjo nuk është normale. Si ko kanë fëmia jote? Kisha dashur më rikthy realisht edhe pikërisht sot
kina najt me vllain, edhe pime një kafe, s'bashkët, edhe bëna një foto. Më kujtu që me vllain, kohëve të fundit nuk bëj foto hiç. Aja është një familjar, babi 3 fëmijëve. Unë jam rrokopuj mas jetës teme, edhe ne kina harru me njëri tjetrin, se edhe na kina qostet tona, edhe ne kisha nevojë, domethënë, për me bërë një foto. Jo me bërë një foto që me pas në celular ose me handri në sociale. Kisha nevojë më kujtu se unë e kam matë njërin, që ja tham tane atë të mërëndshme të minja, tane atë cikletin tem, ja tham pa filtra. Edhe di shumë mirë që ai edhe më gjën, ka edhe raste që vunë për mua, dhe si gjithmonë me vajza harroj mi thonë që du shumë fort, kam zemër edhe shpirt. Kam një vlla që s'ma ka bota, realisht, që ka marrë rrugë të kurbetit, prandaj e thash nisim te pika zero, ndërtoj një jetë jashtë shtetit, edhe në momentin kur prindë tanë ishin smur, ai vendosi me rikthy këto sepse i zoni Covidi babën edhe nanin, ndërkohë isha që kurohesha me kemioterapi. Edhe mundësia jeme me najt offer ishte edhe si ishte krejtë e ashtu, i kthy për me najt offer prindëve. Sa gjohë e bukur është vetëm, mirë njohja dhe ndërimi për prindin. Ne harrojmë që ato janë prindë tonë që na rrisin në dojnë, edhe ne shpesh lajmë vetëm. E kisha shumë nevojshme, sinqerisht që me kuptu se ne jena për njëri tjetrin, për familjen e për tonë, pa edhe për njëri tjetrin, pra. E kam një njëri shumë të rëndësishëm jetë, se ka herë thënë, s'kam kërkan, jo, jo, kam shumë njerëz kam. Unë sa herë më thojnë me përshkru dashnin për vllain tem, them që Flori, vlla jam, ec në të njëjtën vit me lind zemrës, si ecin fëmijët e mi. Unë kujtoj Florin e vogël, më duket sikur një farë mënyrë, pavarësisht se ne kena vetëm 3 vite me njëri tjetrin, por ndoshta ky instinkti jam pak si shumë që vogël e kam pas, më duk sikur kam kanë mamadja, edhe jam kujdes shpeshherë për ta sepse siç tha me prind kanë kanë gjithmonë punë. Edhe do më nda një moment që ne kena pas në shtëpi një dollap që kishte një pasqyrë. Dhe Flori ishte i vogël edhe do të mu paku shkote në kopë, se thëmë se dada, po më qanë të shifëm, edhe unë të shosha të pasqyra për mu pa. Erë koha që ajo rrete u baka që malë, sa që ma kalaj me trup, edhe më bate, ullo të shti se ti, jam unë muaj malë. Jam unë muaj malë se ti. Dhe së qaj unë ty. Kam një motor. Kjo ishte e bukura. Kjo ndryshan, pra me ndryshan i deni. Të shti. Nuk po apin a zhomë. Ja, bro. Unë kam një motor që duja zakonisht shumë, është mbështetja jame. Motët e vëllezërit janë pjesë shumë rëndësishme e jone, si diçka njëta përbamje në fakt. Për momentin kur kena diçka, gjoja por kur na ke marrim telefon marrim njëna tjetrën. Ashtë e vërtet. Ja është pjesa më e bukur që është e vërtet. Më thonë me qëndrën afër kur kam nevojë edhe gjithashtu në saj. Edhe jeni dy vajza fantastike, faktikisht, edhe kjo është fat, e. Me pas një motor është fat, sepse na këtë ndjezinë e motorës i na mundu me gjetë të shoqet. Është e vërtet. A i përshëndesim shoqet e ngushta, sidomos disa që nuk i kena afër, i kena, edhe më duket se të trija kena edhe nga një shoqet zemrës që nuk e kena afër, edhe i kena larg. Edhe realisht unë sonte do me përshëndet mikën teme të zemrës, e cila është në Itali, Mirelen. Nuk po e thamë arsyeën pse është në Itali, sepse është gjë sa personale, por Mirela e din që unë e du pothuajse sa vllain tem, edhe e di që dha jam lënë pothuajse sa vllain e saj. Edhe e di që të dyja njëna tjetrin e kuptojmë shumë shpesh pa fol. Prandaj na duhen njerëz të tillë që na kuptojnë edhe në momentet tona të dobta, jo vetëm kur jena të lumtur në çeshëm. Du fort Miri. Në fakt, kur folë me parë për emigrantat, unë du me përshëndet në fakt një shoqet temen që mori në valigje ton jetën, në krah, dhe unë nisë drejt një vani tjetër, për diçka më të mirë. Kalaj një diçka shumë të madhe, me shnetin, pak mirësirë sot është mirë. Miqt e mirë nuk ikon kur, edhe në qoftë se janë me kilometra larg, ti jeni gjithmonë afër zemrës. Nuk ka hiç rëndësi lartësia. Edhe bëmë shumë mirë që e morëm iniciativën me e bë vetëm sonte këtë podcast. Edhe ti the që kena me falenëru kë? Patjetër sponsorët. Kor, momenti kyç i këtij podcasti. Edhe vajza, ta ndrojmë fije këtë atmosferën, po duhet me e bë me shumë lumturi, sepse janë të vetmit që na kanë mbështet jashtëzakonisht shumë. Sepse po ata, ky podcast nuk do ishte bë.
vetmit njerëz, sepse edhe na nuk është se kena kërku shumë njerëz për me na mbështet. Do na me fillu me idenin, kena me fillu me falenderu së pari. Së pari du me falenderu Famiko Group. Kam mendimin me falenderu një person i cili gëmëse e kujte, Edison Olçinaku i cili na hapi dyrët e zyrave, edhe tha që i vajza mundeni tha me regjistru këto çdo puntat të podcastit tuaj. Një djalë tepër vizionar. Një djalë vizionar i cili jo rrallë herë na ka ndjek nëpër podcastet tona, edhe ka pas edhe këshillat e veta. Falenderoj me ide. IBC Telekom. Faleminderit shumë për mbështetjen tënde dhe është një kompani që në fakt në përdor edhe në shtëpi tëm. E jo vetëm te. Më duket se ne të dyja vazhdojmë me IBC Telekom. Patjetër, e përdor edhe unë. Vajza, kam nevojë për pakuj. Po, Sa më ke pakuj zama? lutem. Kujtesh. Jo, më jas. Ma jos uj qesmet. Po si u i qesmet? Po çfarë i doni jo? Se nuk e dim ti se çfarë u i pim ne jas? Na pi uj lajthiza ma jos. E disha, po doja me ju provoku se i kisha nën banak. Lajthiza, faleminderit. Lajthiza ju faleminderit për me një herë për mirë kuptimin edhe për mbështetjen e madhe që na keni dhënë pa e mendu ndoshta 2 herë, por thjesht jeni tregu me të vërtetë ata njerëzit që na mbështesin në sekonda. Shumë faleminderit për podcastin që e keni mbështetur. Përshëndesim Visi Shop. Po, Visi Shop patjetër. E dini podcastit. një pjesë shumë e rëndësishme, por një pjesë tjetër e rëndësishme ka një sallon që është kujdes për lukun tonë në një pjesë të podcasteve, që ne kena mërzit orar pa orar. Po, dhe janë përgjithë realisht edhe orareve tona. Denisa, Bravo, Denisa vajza gëzuar, Denisa Sallon pëshymi. Sallon Vog, faleminderit. Na ka mejt, jo vetëm, por kina dhe Market Gjedis. Faleminderit Market Gjedis për mbështetjen ndaj podcastit ikon. Vajza, Treva. kena edhe një person shumë të dashtëm, një mik toni. Një mik tonin, na kena shumë miq faktikisht, edhe kë podcast ka pas sponsorat. të sponsorat. Mik. Është një mik që mbështet shumë aktivitete të qyteti, edhe jep shumë çka këtij qyteti, përveç se na jep një atmosferë fest është jashtëzakonshme. Kultura pa ben bistro. Denis faleminderit. Hotel Treva. Çka kena harru tjetër apo kërkens kena? Kena harru turi. O Turi, hojde i sekund mërë Turi, sa ta shopin ftyrën në vërtit, lutem, mos na... Si ka mundësi më dorë që nuk Turi, i... hajde një një sekond, minutë. Turi, nuk është për aty në që na fillojnë putat me barë. Hajde një. Miq dashur Artur Drabeja. Ka një pjesë është shumë e rëndësishme e këtij podcasti, ka duru çdo tek tonën. Faleminderit. Imagjinoni të durosh 3 vajza. Sidomos, Vajza po famone, se kështu na pëlqen. Po, sidomos idën të malin që ka dhe një sy shumë kritik kur bëhet fjalë te fotografia, tek kamerat, tek sa dimensionale është dhe sa kubike, ku diun këta fjalë të tuja. Moj vajza, më dhoni, si do na mi kalu festa ta, si kalojnë shqiptarët festa ta, qa bëjnë për festa, qa ka duhet për festa? Gjel detit. Gjel detit bëhet për festa, Për në Shkodër i thojnë bib. Bib, po, edhe bib. S'kam bë plane, alo, që s'po flas. S'ki ba plane që Ja, do me ba ja. për faktikisht plane nuk kam ba son, por zakonisht gatuj për festa, për familjen. Ndonë se natën e nërrimit vite dhe unë e kaloj të fëmijë të baba dhe të mama. Krishlinje të tujt, vitin e ri të tujt. Krishlinje në shtëpi teme me familjen teme, ndërsa vitin e ri të baba dhe të nana, të familja nëjna. Edhe është bërë tash ma traditë dhe nuk mendojmë dhe sa herë që i them që po bajnë për festa, më hillen të dy fëmija, kina shkojmë të gjyshi. Kjo është ideja. A keni mendu në herë sa herë janë përmend gjyshat në podcastit të? Oh, shumë herë. Po zëtë ma. Por, jo pa arsye, sepse gjyshat janë ato njerëz të parë që na mësojnë që është dashnia pa kushte, dhe janë po të parë që na mësojnë që gjanat e bukura marrojnë shpejt. Joze, e një nanë shumë e përkushtume, ke i 2 fëmijë të jashtëzakonshëm. Si është ndjesia për me kanë mamë? Në fakt, Në kohët e sotme, në jena të kohët e folë për sotme, këtë në kohën e fakt është sotme. një përgjegjësi e madhe. Të betohem, çdo ditë pyes veten, a jam të bë diçka mirë? Dhe është për mu diçka shumë e vështirë, por diku kam lexuar diçka shumë bukur. Në qoftë se ty të duket e vështirë, dhe më thonë që ti je të bë diçka të tukon. Okej. Sepse gjanat e vështira
tregojnë që jetues në rrugën e duhur, sepse të kishte kanë lehtë, nuk. Iden, ke një nip që ti e dën shumë, edhe jo rrallë herë shohim në propostimet tuja, edhe ashtë ajo ndjesia jote, thojnë Tezja është gati një lloj me mamen, me nanën. Tezja Edhe ka më duket se është ajo Tezja që i thotë sa herë që i vërtet mami, ai struket e Tezja. Me sa kam kuptuar, po ti ke një dashni tjetër. Ka filluar me zjarr tekat e para. Një fëmijë jashtëzakonisht i mirë, shumë i veçantë, për mua është shumë inteligjent. Okej. Ngati për moshën syt me gati Idenit, ka që do një. Po, se nuk i kam qejf të pytit personale, se jam shumë e lindshme. Okej. Ma dime jo thonë që unë kur rrimet e unë bëhem një mosh me Liami. Kthehesh 1% Liam të tjetër. dënë Tezja shumë fort, kam zemër, shpirë. Tu kam i do shmit e mi, atë që për s'ka du Liami. Në më thonë, Liami për mu ka kanë dashnia, si me kanë fëmija jem, ama kur është fëmija i motës, ti s'ke përgjësi shumë male, thjesht e dënë elastan, I jep dashni pa kufill dhe kur gjatë përgjësi më të male e ka motra. E ka motra, okej, kjo është diçka. Pak a shumë si gjyshat, mjaltit. Mjaltit, është janë shumë dashtin fëmijët. Unë i kam rritë fëmijët me një kokër tjetër, faktikisht, edhe mendoj që kokën koha më art, sepse sot është përhap shumë rrjetet sociale, interneti, po kanë një nënkim të jashtëzakonshëm, për ditë lexoj histori nga më të ndryshme, shoh histori jo vetëm nga Shqipëria, po edhe nga bota, se tashmë ne jemi në një vend shumë i madh ku të tani në pjesë e këtij globalizimit, edhe realisht ne jemi nga një herë shumë keq. Prandaj tham shumë shpesh tham lumja unë që i kam rritë në një periudhë kur unë kam mujt me e bë prindërimin e qetë. Sot e kuptoj që prindërit kanë sfida shumë të mëdha. Realisht të mirë kuptoj shumë herë. Absolutisht po. Sot kanë sfida shumë të mëdha. Çdo epokë ka sfidat e veta, por janë disa sfida të pranueshme, të cilat ti mundesh me ecë përpara. Ndërsa sot ka sfida ku ti nuk e din apo bën më të mirën apo nuk e din se si po stillet. Dremitje. Kam një foto ku është i me bi, edhe fotografia është një pa tjetër. Edhe nuk ishte se si i bite ma për shtatë poezisë dremitje. Zoti më rrinë mi kry. E një i pranin deri në qeshjet yjeve. Liçeni pushtoj tokën me gishtat tonë shkum. Lulet e anë dremisin. Edhe në mos kjofsha, s'ka me humb. Se unë prap vinjet, si lule, si amër, a thjesht si flete një libri tjetër. Një njësi shumë veçante ja fotografi. Po pra, edhe fillon poezia Zoti më rrinë mi kry. Ti ja ke zgjall, e ke gjetë detajin për me jashtëzakonshme. E kisha harru që ekzistonte kjo fotografi. Nuk e harroj unë se e kina në libër, e ke stampu me dikon. Shumë bukur. Ke shumë veçante Iden. Edhe këto është Gjulja, Po, edhe kjo është e bukur. disa këtu ku është Gjulja, por s'ka rëndësi, kja pika zero. Ka disa me Iden ku ki ba fotot e, o janë të mërkullueshme. Është edhe kjo fotoja këto. Edhe është fantastike. Edhe kjo fotoja këto. Hajde Jozi. Jozi na ka bën një urim sonte. Më u bën një urim. Atëherë. Vajza, ju uroj gëzuar. Ju uroj të gjeni gjithmonë forcën me nga vetes, mos mu nal kur. Uroj që para padrejtësive të dini me hesht e me jalon Zotit në dorë. Uroj të keni afër vetit njerëz që ju dojnë, ju besojnë e ju frymëzojnë me zjarr më të mirën tuaj. Sot të gjithmonë gëzuar. Bravo Jozi, gëzuar. Po jo thani gëzuar miq. Du me ju falenderu shumë për këtë eksperiencë që kena pas. Tonë këtë vit. IBC Telekom vjen tani me një ofertë të re, ofertën për te limiteve. Për të gjithë klientët e ri, në Tiranë që barapaguajnë 6 muaj, marrin plot 6 muaj falas. E janë pranë pikave tona IBC. Paguani 6 muaj dhe për 6 muaj të tjerë mendojmë ne.